Plasmaferiza është një procedurë trajtuese mjekësore e cila bën shpëtimin e jetës, themi. Kjo procedurë aplikohet në ato raste në të cilat organizmi prodhon disa toksine, të cilat pastaj duhet të largohen në anë të një pajisje të posaçme. Fatmirësisht, kjo pajisje ka arritur edhe në Qendrën Klinikore Universitare, në klinikën e pediatrisë. Për këtë procedurë shumë të rëndësishme, do të na flet personi i cili merret me aplikimin e kësaj procedure, doktor Petrit Gjoka, është shef i kujdesit intenziv pediatrik në klinikën e pediatrisë dhe gjithashtu punon edhe në Spitalin Amerikan në Prishtinë. Mirë se erdhe, doktor Petrit. Mirë se jeni të Valbona, ishte kënaqësi të takoj. Më kujtohet në vitin 2011, ka qenë një rast në kujdes intenziv ka qenë edhe atëherë i sindromit hemolitik uremik atipik, një fëmijë i vogël i cili u kompliku qatë shumë dhe ka qenë 6 muajsh. Në atë kohë nuk e kemi pas për këtë procedurë. Këtë mundësi të themi të aplikojmë plasmaferizën. Edhe kjo smundje shumë e rrallë, edhe kesh nevojë, që me thonë, të shpëtohet jeta me këtë aplikim të kësaj procedure. Dhe ka qenë shumë e dhimbshme, se e dini dhe vetë është qaq urgjente dhe ne u deshke atë fëmijë me dërgu jashtë vendit për me shpëtu jetën. Themi, ajo ka qenë për një ndenjë shumë e keqe, e rënë, ndërsa për ju tashti është, si themi, një faqe këtë tjetër, një ndenjë fort e mirë që mund është ti mi dhonë qatë ndihmë edhe mi shpëtu jetën, për çka dhe ju përgëzoj. Nështë për opinion veç ta shpjegojmë, çka është kjo procedurë kaq e rëndësishme që shpëton jetën? Plasmaferiza është një procedurë terapeutike që bëhet tek pacientët të cilët kanë probleme zakonisht me smundje autoimune, por mund të përdoret të disa smundje tjera në një infektive, të disa smundje të intoksikacione të ndryshme, për shembull me barna, me helmime të ndryshme, e cila procedurë konsiston me heqjen ose zëvendësimin e plazmës gjakut. Edhe kur të heq plazmën e gjakut, heqen edhe ato antitrupat ose toksinat ose proteinat e këqija në gjakut edhe zëvendësohen me plazmë tjetër ose me albumina. Përmes gjakut, përmes gypave shkon në filtr ku ato ndahet plazma e pacientit, e cila hudhet, ruhen këto elementet e gjakut të pacientit, edhe pastaj rikthehet plazma e një personave tjera ose zëvendësohet me albumina, varësisht për protokolleve që janë për trajtimin asoj pacienti ose problematike që kemi. Përmes saj, atëherë organizmi pastrohet për atyne antitrupave, për atyne toksinave të këqija, proteinave të këqija, edhe futen proteinat mira ose toksinat mira, edhe këtë mirë rikuperohet, një farë rifreskimi bëhet organizmit, edhe në këtë mirë mund vite të shërimi i atij pacienti. Shpesh plasmaferiza është si procedurë që në disa smundje shpëton jetë, është procedurë e vetme dhe shpëtuese. Mirë, për shpesh kombinohet kur dërshtojnë barna tjera, sidomos tek smundjet autoimune, kur kemi për shembull trajtime me immunoglobuline, me kortikosteroid ose me barna që imunosupresive që e ulin imunitetin për të mos me reaguar në mënyrë vrullshme, atëherë kur dërshtojnë këtu, atëherë përdoret si terapi tjetër mbështetëse për me mbështet ose për me vazhdu trajtimin ato që s'kan mujtë me trajtu barna tjera. Në këtë rast. Kjo procedurë është ka zhvilluar botë mirë për botë është që 50 vite s'paku që ka filluar të aplikohet, sidomos mas viteve 70 është hyrë si procedurë, si protokoll për trajtimin e smundjeve autoimune. Fatkeqësisht tek ne Kosovë ka mungu ky tretman që mu trajtu pacientat, edhe për këtë rast është dashur trajtohen ose jashtë vendi ose një pjesë edhe kanë faktikisht kanë përfunduar keq mungesë këtij trajtimi. Është bërë mirë pse është ardhur kjo pajisje tek ne ka ardhur si donacion pe Emirateve të Bashkuara, vërtet pe forit francez, që ka qenë një ndihmë shumë e madhe, edhe na ka ndihmuar për me fillu
këtë procedurë dhe këtë tretman në klinikën tonë. Ne kemi fillu këtë vit me trajtu pacient, kemi trajtu dhe pacient pediatrik, edhe kemi trajtu dhe disa pacient adult të rritur, të më thëmë, sepse janë restrikcione në klinikën universitare nuk aplikohet në klinika tjera, kështu që kemi ndihmu pacientët që ka qenë pas rast urgjente ose ka pas migracione vitale, kemi ndihmu për t'i shpëtuar, kemi trajtuar në repartin tonë disa pacientë adult, të cilët fatmirësisht gjithë kanë shkuar mirë dhe kanë qenë suksesshëm, kanë mbijetu. Për shembull ka pas pacientë që ka qenë hera e parë që kanë mbijetu në Kosovë sa e trajtimit, për shembull me plazmaferezë, pacientë tjerë për shembull që s'janë trajtuar më herët kanë shku për shembull me këto diagnoza, si që është me purpur trombositopenike ose anemi litike të rëndë ose të tjerët. Për shembull, nëse marrim njërin prej rasteve të cilin e keni trajtu që përmendet edhe që është hera parë që pas ka shpëtu edhe në vendin tonë me trajtim të plot. Purpura trombositopenike duket apo? Trombotike. Ka shku gjithçka mirë? Purpura trombositopenike po, ka qenë pacient shumë i rëndë, për shembull, ka qenë pacient i rritur, ka qenë shumë i rëndë që është diagnostikuar fatmirësisht nga doktorët e hematologjisë, është diagnostikuar dhe është lutë për me ndihmu me trajtu. E kemi trajtu. Sa seanca ndesht me bo, se këto duhet më shumë seanca besoj, po? është kryer 7 seanca. A keni bo çdo ditë apo disa ditë e para kemi pas çdo ditë, pastaj kemi pa një ditë derisa është përmirësu e gjendja klinike. Po ka raste tashti a përcillen një antitrup tek ky pacient, për shembull ka raste që duhet mi përsërit pas një kohe që mos të kthehet smundja. Këta pastaj vazhdo trajtimi me bana për me mirëmbajtje. Ose ka nevojë është si kombinimi i trajtimit. Po fillimisht është trajtimi akut është plazmafereza. Po. E shpëton për shembull, është protokolli i parë, është plazmafereza. Pastaj për mirëmbajtje e marr me modulatorë, pastaj vazhdon trajtimi. Në këto raste për shembull. Këto raste për shembull, kjo për fat mirë ka reaguar mirë dhe është kur janë rrit parametra sidomos tek trombocitet kur të rritën, tregon shenjë e mirë, vetdia, gjendje e mirë, është rikthy edhe pas sekuela edhe pacienti ka shumë shpejt. Po. Doktor Petër, si e zgjat një për shembull cilit pacient albumine të jepni, cilit pacient të jepen plazëm? Bas smundjeve. Shumë smundjet që me të pejur është gati këtë sasia të jetë transferohet të zëvendësohet me plazë, sepse plazma përmban zimin, faktorin që të zonë zëvendësu, varet për smundjeve dhe patologjisë. Zakonisht smundjet autoimune zëvendësohen shumica me albumina, ndërsa ata pacientë që kanë probleme edhe me faktorët koagulimit, me probleme tjera, zakonisht zëvendësohen ose me gjysmë plazmë, për shembull albumina, ose parsisht edhe për nevojave që i shumë edhe faktorët ka eritrozikut, kur kemi për shembull anemia të rënda ose diçka, atëherë që ne zëvendësohen parsisht për shkakut, shumë pas analizave laboratorike zëvendësohen. Po smundjet autoimune zakonisht zëvendësohen më shumë me albumina, kurse këto tjerat zëvendësohen edhe me plazmë. Po. Sidomos nëse largojmë plotësisht faktorët krejt koagullimit, meqense kur largohet plazma plotësisht bashkë me to largohen edhe ato. Atë rrezikohet ndërsa për çat arsye përcjell ose mi kombinu ose do zakonisht pas seancës edhe çat seancës do të bëhen pacienti do të monitorohet parametrat vital sepse ekziston një rrezik për një efekt ansor, për një keqësi në gjendjes, në fakt pesisht nuk ka shumë efekt ansore, edhe do të përcjellet pastaj për shregullime mas bërës seancave plazmafereze do të përcjellen analiza laboratorike, glogramit, për shembull hemogramit, biokimisë, a kemi shregullime në mënyrë që ti korrigjojmë. Për shkak se është edhe gjatë zëvendësimit plazmafereze do të jepim antikoagulant. Në këtë rast, për shembull, mund më parashit që mund më pas në gjakderë. Një gjakderë të mundshme. Edhe për këtë arsye do të monitoron këta parametra. Po. Zakonisht të rriturit është pak më thjesht, themi. Te fëmijët është ajo dilema e
cirkulacionit, nëse do të thonë e largon plotësisht për qarkullimit të gjakut një sasi të plazmës, edhe duhet të jepet pjesa tjetër të kompenzohet, do të thonë ajo pjesë me plazmë të freskët ose me po janë ato rreziqet e bartjes së virusëve, rreziqet e infeksioneve të mundshme që mund të merren përmes plazmës. Dhe a ka mundësi do të sigurohet do më kur merre transfuzioni, sigurohet që të jetë sigurt? Pari, këto kontrollohen në transfuzion për smundje infektive ose smundje që mund të bartë përmes gjakut. Transfuzioni i gjakut është bën kontrollën e vet, është punojnë mirë, na kemi një praktik mirë dhe një përvojë të mirë me ta. Edhe gjatë përdorimit më këtyne produkteve gjakut, për plazmë, albumineve, gjatë përgatitjes tyne do të përdoren masa aseptike nga ana e personelit, në mënyrë që po të kontaminohet. Ekziston gjithmonë një rrezik për bartje, për kësaj që është 100% po zakonisht janë nuk ka. Mundësia shumë e vogël nëse është kontrollohen mirë. Mundësia është për shembull më marrë infeksionin nga njëherë edhe për kateteri qendror ku vendoset. Po, jo kuptoj. Bjen imuniteti i fëmisë për shkak se hiqet një pjesë mirë e imunoglobulinave që përmbahen gjatë zëvendësimit të plazmës. I bjen imuniteti i fëmisë, do të këta fëmijë ose pacientat duhet të ruhen për mos me pas infeksionin disa javë fillim, sepse janë matë ndjeshëm ndaj infeksioneve. Edhe janë matë rrezikuar, kështu që ne zakonisht i ruajmë dhe izolojmë që mos kanë kontakt me pacientë të tjerë në mënyrë që të mos kanë infeksione. Nuk është rreziku shumë i madh, por rreziku është i madh gjatë procedurës. Për shembull, zakonisht gjatë kateterizimit, gjatë përgatitjes, me një kujtesë shtuar, zakonisht nuk ka probleme. Nuk ka probleme dhe i kalojnë pa probleme të merresh një transfuzion, sikur të ekziston rreziku për transfuzion ose gjatë marrjes plazmës të pacientë të tjerë ose gjatë marrjes albuminave të pacientë të tjerë. Në aspektin hemodinamik pacienti nuk as fëmia as pacienti nuk pëson sepse ai në njëjtën kohë duke marrë gjakun e fut albuminën ose plazmën tjetër, edhe zakonisht nuk kemi shumë çrregullime hemodinamike, hipotensione ose diçka tjetër. Sigur kur është për shembull tek hemodializa ose diçka. Praktikohet pak zonja e asaj prime circuit. Është një farë dozë, një sasi e volumit, themi, që çat pjesën e cila metet në qarkullim ekstrakorporal e kompenzojnë. Sigurisht edhe te plazmafereza është principi i ngjajshëm. Zakonisht gypat janë të mbushur me do të thonë një mushë i paraprakisht. Çaj është prime është mbushur dhe nuk pacienti në njëjtën kohë çfarë sasi që e nxjerr dhe çfarë sasi e merr. Kështu që në aspektin hemodinamik nuk ka çrregullime dhe nuk bën hipotension. Që është e mirë, për shembull kur ka pacient probleme me tron, për shembull që kanë me hipotension, nuk është procedurë shumë ashtu invazive që me shkaktu, sikur në këtë rast hemodializa që shkakton të sidomos të fëmijët e vegjël ose të fëmijët e vegjël që kanë sasi të vogël të qarkullimit. Përmes që mi majqet hemodinamikën në balancë themi është ajo. Për njëherë, si të fillon me marrë gjakun, fillon jepja albuminë e plazmën, kështu që në aspektin hemodinamik, zakonisht janë stabil. Është e mirë. Është e mirë, po. Sigurisht, ka plazmafereza, ka pajisjet nivelit më të lartë, ashtu standardet të cilat janë. Ka plazmaferezë, për shembull, ku që ndoshta nuk masi e përmendet ju plazmën me donacion, kjo qenë ka nivel pak më ndryshe, ku vetë plazma e personit, vetë ju filtrohet, në mënyrë shumë specifike largohen parametrat të cilët konsiderohen toksik ose që janë të dëmshëm, ndërsa njëjta plazër infundohet përsëri në organizëm. Procedurat ndryshme aferezës që i thonë, që jep leukofereza, eritropoeza, që janë procedurat ma specifike për një smundje ma të ngushta, ma specifike për disa smundje që janë për shembull
që mos të këto smundje, disa smundje malini ose smundje autoimune që i bajnë ato. Për shembull kur trezatohen eritrocitët ose janë procedurat aferezës, por që kanë spektër aplikimit shumë atë ngushtë. Po. Në qoftë se për shembull, një fëmijë ka me pas nevojë për një plazmaferezë. Sipas jush, cilët kishin me qenë simptomatologjia, ndoshta që kish me bot momentin e duhur për smundjes, varet për smundjes, për protokollit të smundjes, domethënë është e zbatueshëm, a ka përvojë ndërkombëtare, ka indikacion për përdorimin e kësaj metode terapeutike, është si indikacion i parë në këtë rast plazmafereza do të thotë edhe terapeutik rani i parë i shërimit. Është rani i parë i shërimit, apo do të provojmë me barna një herë, pastaj nëse nuk shkon mirë, atëherë është metodë tjetër, hap tjetër, domethënë terapeutik. Tash varet për indikacione. Për shembull, ne kemi pas deri tani përvojë, për shembull, kemi pas disa fëmijë kemi trajtuar me miasteni gravis që është një smundje autoimune, neuromuskulare. Edhe kur terapia me imunosupresiv, me terapi tjetër, nuk ka reagu, atëherë është dashur kemi bërë procedurën plazmaferezës, e cili më ndjej shumë mirë, për shembull kanë zhvullu terapinë mbajtëse ditore që kanë për shembull 70% ose disave dhe kanë hik, për shembull se këtë ditë ndjej mirë, kanë ndjej pastaj fëmijë me encefalitë autoimune për shembull. Kanë shku mirë kur është përdor për shembull për terapia me imunoglobulina, me imunosupresor, ndryshëm ka vepru deri ku mirë, po ende kanë ngesë trajtimi, kanë ngesë kjo procedurë po është mirë për shembull kur nuk po veprojnë barë terapia një terapi deri në fund, atëherë kjo po është terapi plotësuese që po kompleton trajtimin. Edhe një pjesë e madhe shkojnë mirë. Ka smundje që janë smundjet autoimune, smundje shumë problematike, të shekullit që po përballemi me mjekësia moderne, që janë smundje që i prek të gjitha sistemet, edhe që janë shumë problematike, si smundje problematike për të trajtuar dhe për të menaxhuar. Po. I përmendes komplikimet shkurt, po ndoshta veç mi paraqit ashtu si sakt çfarë komplikime mundesh me prit gjatë një procesi të plazmaferezës. Mund me pas për shembull gjatë plazmaferezës mund me pas ndonjë rënje për shembull hipotensionit, ndonjë çrregullim të ritmit të zemrës, ndonjë problem neurologjik me marramendje, për shembull me dridhje, ndonjë çrregullim elektrolit. Ose mos kalciumi mundet me ra për shkak të albumineve që jep. Mund me ra kalciumi, mund me ra dikuj glikemia për shembull, mund me pas ethe, për shembull alergji për shembull, mund me pas reakcion alergjik për shembull plazmë ose albuminave, kemi pas një rast për shembull që na ka reaguar plazmë, kemi dhënë për shembull bana dhe qetësu, që është janë të menaxhueshme, domethënë komplikimet janë zakonisht të menaxhueshme. Nuk është shumë të rënda për shembull, si mund me pas për shembull nëse s'ke kujdes me fut në infeksion, ai mikrotromb për shembull nëse vonohet diçka qarkullimi, mund me fut tromb ose ajër për shembull në atë gjaku që është e rrallë, po zakonisht pajisja është shumë në pajisjen që kemi moderne, shumë në mirë dhe shumë senzitive për ka aspekti e futjes të ajrit ose mikrotrombave, alarmon edhe nuk lejon me punu ti nëse vonohesh ose ndodh nëse shumë mirë. Po. Shumë mirë. Kjo, domethënë, në përgjithësi i përfshin të gjitha, mirë po, ndoshta për shkak se punoni edhe në kujdes intenziv, pak me dalë veç për temës shkurt, ashtu për rastet e cilat rrezikohen edhe bëhen për trajtim në kujdes intenziv. Cili kish me qenë një mesazh për kolegët pediatër që punojnë me fëmijë, në çfarë faze të reagojmë në mënyrë që mos bëhen fëmijët të cilët janë të shnosh, jo fëmijë të rëndë, domethënë kronik ose me probleme të tjera që të mos vi deri tek hospitalizimi në kujdes intenziv. Pacientë domethënë që vinë kujdes intenziv zakonisht janë pacientë më të rëndë që kanë probleme
organeve të ndryshme, tash varet prej organeve, ata fëmijë ku kemi ndryshim punës mushnive të zemrës, ku kemi ata probleme me neurologjike, si konfuzione, krizat ndryshme të vetdijes, ose dëmtimit organike të trunit në gjakderdhë, lëndime, pastaj probleme tek me veshë, ku kemi insuficiencë akute, cila veshkëve, kur dërshon veshka që përcjellet me qarkullime të tjera të organeve, kur kemi fëmijë me infeksione të rënda që me kitë me sepsis ose shok septik, me pacientë të cilët kanë probleme me qarkullim të rëndë të elektrolitëve, pastaj probleme të ndryshme të hematologjike, ata që kanë gjakderdhje ose diçka ose smundje tjera. Ne trajtojmë një mori madhe patologjive që zakonisht kërcënojnë jetën e këtë rast fëmijëve. Kujdesi intenziv pediatrik është qendër terciare ku trajtohen gjithë fëmijët prej krejtë Kosovës. Fëmijët që me të vërtetë që është i rrezikuar jeta, kushtet vitale nuk janë në normë dhe zakonisht janë të çrregulluara. Kemi vazhdojmë në çdo ditë përballemi me sfida me trauma, me betejë, trauma me patologji, trauma me fëmijë për të mundësuar që të jetojnë. Kohëve të fundit, për shembull, kemi raste me viroza të ndryshme, të cilat ja atakojnë sidomos pacientë më të rrezikuar, pacientë në moshat e vogla, sidomos në moshat disa javore, disa mujore, këta pacientë e vogël, që kemi virus tash sezonal që i atakojnë, sidomos që i atakojnë rrugët e frymarrjes. Këta pacientë, kolegë, do të kenë kujdes, sepse këta pacientë që çrregullohen shpejt, sidomos edhe nuk kanë rezerva të mëdha të organizmit që t'i kompenzon, edhe mund vinë të çrregullimi i shpejtë, sidomos të këto bronelite tash që kemi sezonal, edhe mund pneumonitë që krijohen për shembull për shkak komplikimeve virusit, që shpesh komplikohen me bakteriale, do të kenë kujdes që të mos i vonohen, fillojnë trajtimi i hershëm, nëse këta pacientë për shembull nuk shkojnë mirë, të menaxhohen mirë, atëherë duhet i referojnë në hospitalizim, dhe varësisht për nevojës, nëse janë fëmijë që janë të rrezikuar, atëherë duhet të fillu me trajtuar në kujdesin intenziv. Doktor Petrit, faleminderit shumë edhe për punën që bëni me këta fëmijë, që shpëtoni jetë çdo ditë, edhe për këtë bisedë të bashkëbisedim të këndshme. Ishte kënaqësi.